Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Zbulohet ushqimi sekret që rrit kujtesën, përmirëson forcën e trurit dhe rikuperon memorien. Një dietë e duhur dhe ekuilibruar i siguron trurit lëndët ushqyese që nevojiten për të funksionuar në mënyrë sa më efikase, duke u mundësuar kështu një kujtesë për qëndrim më të mirë edhe pas lodhjes mendore. Megjithatë, nuk është e rëndësishme vetëm të zgjidhni ushqimet e duhura, por edhe të planifikoni mirë vaktet dhe ushqimet tuaja gjatë gjithë ditës. Kanella e konsumuar në mëngjes do të ofrojë shumë përfitime për shëndetin tuaj të trurit. Studimet kanë treguar se aroma dhe shija e kanellës përmirëson kujtesën. Konkretisht, 2 nga përbërësit e saj përmirësojnë qarkullimin e gjakut në tru dhe në këtë mënyrë kontribojnë në përpunimin dhe memorizimin më të mirë të informacionit. Mënyra më e thjeshtë për të shijuar kanellën në orët e mëngjesit është të shtoni një sasi të vogël në kafe ose në çajin e mëngjesit, ose të bëni një pije të nxehtë duke shtuar lëngun e gjysmë limoni me pak kanellë dhe gjysmë filxhani me ujë të nxehtë. Vezët kanë ndikime pozitive në shëndetin e trurit nëse konsumohen në mëngjes. Një omlet është mëngjesi ideal, pasi përveç proteinave dhe kënaqjes me energji, vezët ofrojnë edhe kolinë të vlefshme, një përbërës që kontribon në prodhimin e neurotransmetuesve që përmirësojnë kujtesën dhe performancën mendore. Ekspertët sugjerojnë më shumë konsumin e vezëve të zjera. Gjithashtu, vezët ofrojnë edhe përbërës që ndihmojnë në prodhimin e neurotransmetuesve dhe rritjen e performancës së trurit. Edhe një vezë është e mjaftueshme për të marrë një dozë të mirë të kolinës dhe një e verdhë vezë siguron deri në 125 mg kolinë, rreth 1/3 e marrjes së rekomanduar ditore. Kosi në mesditë. Kosi siguron një aminoacid të quajtur tirozin i cili përforcon trurin. Në të njëjtën kohë është i nevojshëm në prodhimin e neurotransmetuesit dopamin dhe noradrenalin, të cilët kontribojnë në shëndetin dhe funksionet e qeta të trurit. Kosi mund të shijohet edhe si një pjatë anësore në pjatën tuaj kryesore ose i kombinuar me disa arra, faralini, fruta për të krijuar një vak të lehtë dhe të kënaqshëm për organizmin. Konsumi i arrave pasdite do të japë rezultate të shkëlqyera për shëndetin e trurit. Të pasur me antioksidant dhe acide yndyrore të dobishme omega 3, arrat janë një super ushqim i fundit për trurin. Gjithashtu vitamina E arrës është e shijshme dhe vepron në mënyrë parandaluese kundër dobësimit të trurit që shihet me sëmundje të tilla si Alzheimer. 3 deri në 8 arra të plota në ditë janë të mjaftueshme që truri të marrë lëndët ushqyese të nevojshme gjatë ditës. Shafrani indis i shtuar në mbrëmje në dietën tuaj do të luajë një rol pozitiv në shëndetin e trurit. Shafrani indis, një erëzë që lufton edhe përzierjen e kerit, përmban substanca të shumta me veprime antiinflamatore që përmirësojnë funksionin e trurit dhe përmirësojnë aftësinë për të mbajtur mend. Gjithashtu kurkuma, përbërësi aktiv i erëzës, nxit krijimin e neuroneve të reja në trup si dhe rigjenerimin e qelizave të trurit. Disa studime tregojnë se konsumi i rregullt i shafranit të indis ndihmon në mbrojtjen kundër sëmundjeve të Alzheimerit. Pra shtoni pak shafran indie në vaktin, në pijen ose në smuthin tuaj të mbrëmjes dhe siguroni të konsumoni edhe piper të zi, pasi do të rrisë shkallën e përthithjes së shafranit të indis në trupin tuaj, citonhealth.com. Çokolata gjithashtu është një ushqim shumë i mirë për shëndetin tuaj. Prezenca e shtuar e kakaos në përmbajtje të çokoladës, e cila është shumë e njohur për efektet e mëdha antioksiduese, i cila i detyrohet me së shumti elementit flavonol, ndihmon në përmirësimin e qarkullimit të gjakut në tru, gjithashtu edhe elementeve të tjerë shëndetësor për trurin. Një tjetër produkt pozitiv për shëndetin tuaj është edhe peshku. Peshku është një ushqim i bekuar për të gjithë organizmin, por në veçanti edhe për trurin. Zarzavatet. Të gjitha llojet e tyre janë të pasur me vitamin B6 dhe B12. Zarzavatet janë shumë të rekomanduara si për moshat e reja, ashtu edhe për të rriturit. Arrat gështenjë dhe në përgjithësi të gjitha llojet e farrave. Ndikimi i tyre në shëndetin e trurit i detyrohet prezencës së antioksidantëve omega 3 dhe omega 6,
por edhe magneziumit, tiaminës, të cilat njihen edhe për funksionet e tyre kurative. Frutat. Këtu futen të gjitha llojet e frutave, por më të rëndësishmet janë gjithashtu manat, manaferat blu, gjithashtu edhe rrushi i zi. Të gjitha këto në raport me trurin janë konsideruar si një superfrut. Gjithashtu edhe vezët janë shumë të rëndësishme në këtë aspekt. Sa më shumë avancon mosa, aq më shumë truri sikur edhe fillon të tkurret dhe të pësojë një farë atrofizimi senil. Por nëse shumë nga ne kujdesemi për këtë gjë ta shtyjmë sa më shumë, kur bëhet fjala për trupin, pak kujtohen se kjo gjë mund të bëhet edhe me trurin. Vezët, për shkak të përmbajtjes së lartë të vitaminës B12 dhe lektinës, ndihmojnë shumë në kufizimin e këtij atrofizimi. Gjithashtu edhe kolina, e cila është në përbërje të kolesterolit, luan një rol të rëndësishëm në përmirësimin e kujtesës. Ndaj nëse konsumoni 1 deri në 2 vezë në ditë, do të ndihmoni shumë në këtë drejtim. Më tepër do të jetë edhe e rekomanduar. Çaji. Bëni mirë që të harroni kafe në mëngjesit. Gjithashtu, një filxhan me çaj mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë. Çaji i zi ose akoma më shumë ai i jeshil është shumë i pasur me katekin, i cili është një përbërës antioksidues dhe që ndihmon shumë në mbajtjen e formës së trurit. Edhe drithrat janë një ndihmë shumë e mirë për shëndetin e trurit. Në këtë kategori të ushqimeve përfaqësuesit me NZ janë gruri, mistri dhe orizi. Këto produkte përveç se janë shumë të këshilluara në receta të diabetike, ato janë të mira edhe në drejtimin e shëndetit të trurit. Efekti pozitiv i këtyre ushqimeve detyrohet përmbajtjes së shtuar të acidit folik, vitaminës B6, tiaminës, të cilat nga ana tyre ndikojnë në përmirësimin e furnizimit të trurit me gjak dhe sa më në moshë jeni, aq më të rekomandueshme janë ato. Ekspertët kanë treguar se vongolat janë një ushqim shumë i shëndetshëm për trurin, sidomos nëse jeni edhe me një rënje të theksuar të aftësisë së tij. Rukola. Studimet tregojnë se njerëzit që hanë 1 ose 2 racione të gjelbra në ditë kanë aftësinë mendore të dikujt 11 vite më të ri se ata që nuk konsumojnë barishte dhe perime të gjelbra. Rukola është një nga barishtet më të mira për trurin, është një barishte me dhënti të shumta për shëndetin e mirë. Ajo përdoret kryesisht në sallata, por mund të gatuhet krahas perimeve të tjera. Shqiptarët e konsumojnë atë në mënyrë të pakët. Boronicat. Ky frut i pyllit është një nga ushqimet më të mira për trurin. Konsumi i boronicave ul rrezikun e Alzheimerit me 53%. Sipas studimeve, të gjitha llojet e frutave të pyllit janë të mira për shëndetin, por boronicat janë më të pasura me flavonoide. Flavonoidet janë antioksidantë që mbrojnë trurin nga stresi oksidues dhe për më tepër forcojnë mjetet e komunikimit të qelizave të trurit. Boronica luan një rol kyç në shfryrjen e organizmit dhe veçanërisht të barkut, forcojnë kockat, përmirësojnë shikimin, janë të mira për kapsllëkun. Ndër të tjera është zbuluar se njerëzit mund të përdorin boronicat për të përmirësuar aftësinë e tyre gjatë provimeve ose gjatë ditëve të gjata dhe vështira në punë. Një tjetër produkt shumë i rëndësishëm për dietën tuaj është vaji i ullirit. Shkencëtarët konfirmojnë se konsumi i vajit të ullirit ekstra të pastër mbron aftësinë e kujtesës. Konsumi i përditshëm i vajit të ullirit ju ndihmon në menaxhimin e peshës suaj, të kontrolloni sasinë e sheqerit në gjak, të lehtësoni depresionin dhe të mbroheni nga sëmundjet kronike. Salmoni. Ky peshk është i pasur me acide yndyrore omega-3 që janë thelbësore për shëndetin e trurit. Këto acide yndyrore pakësojnë inflamacionin dhe stresin oksidues në tru. Ato gjithashtu kufizojnë tkurrjen e trurit si pasojë e moshës. Salmoni përmban vitamina si fosfori, zinku dhe kaliumi, si dhe grupi vitaminave B, riboflavin, niacin, tiamin, B6, folat dhe B12. Salmoni është i mirë për shëndetin kardiovaskular, për riparimin e indeve, funksionet e duhura të tiroides, lufton inflamacionin e nyjeve dhe ndërton edhe inteligjencën të vegjëlit. Vëmendje. Jo bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tu.